flas sot. Unë 22 vjet kam ligjëruar, por sot ndjej një emocion që kur në jetë nuk e kam ndjerë. Flasim për shpatin, na duhet kohë, por me gjitha të gjatë gjithë kësaj jave, është fol gjithandej. Jam shumë i lumtur një gjë cilën unë e kam ditur. Ai ishte një engjëll që erdhi, mbaroi misionin e vet edhe iku. Dhimbja do të mbetet gjithmonë te nëna, motra, vllau, nusja, familjarët, por edhe tek të gjithë ne. Në këtë tragjedi të madhe, ajo që më gëzon mua është se me kryetarin e komunës biseduam barzit, ju bashkangjit edhe kryetari i parlamentit, po edhe kryetari Tetovës, zoti Bilal Kasami. Atë që bëjnë Pala Maqedone për Toshe Proevskin, ne kemi vendosur që këtë gjë ta bëjmë çdo vit për nder të shpatit. Zonja Gjyrim Sera, ti kërkove që unë t'jem i pari atje në Tetovë. Do të doja që të vish këtu me mua dhe të na flasish për shpatin. Faleminderes, zotëri Izet Meqiti Mikuin, që organizove këtë eveniment për nder të humbjes të madhe të shpirtit tim, të gjysmës të shpirtit tim, shpatit. Të do thoni, po pse nuk jam gjendje të flas sot. Unë 22 vjet kam ligjëruar, por sot ndjej një emocion që kur në jetë nuk e kam ndjerë. Dhe e din gjitha nanat të cilat e kanë humbë fëmijën e vet. Por në një aspekt tjetër, jam shumë e krenare dhe e lumtur, si që thamë të gjithë dhe punëtoria, që pata lindur, pas kam lindur një djalë, jo vetëm i imi. Shpati pas ka qenë djali të gjithëve, i të gjithë juve. Ju e pas keni dash shpatin të gjithë dhe unë nuk e kam ditë se pas keni dash turkat shumë. Ju falenderoj të gjithëve. Le të prehet në paqë, le të jetë i qetë atje, pas i vitin e fundit nuk ka qenë i qetë. Dhe kjo ka qenë një parandjenjë e gjithë neve, që jemi shqetësuar si familje. Dhe lutë Zotin, me lutjet e mia, më të fuqishme, që të mi ruaj fëmijë tjerë pasi unë kam, edhe dritat e tjera të syve, Albinin, Jehonën, Niprit, Roelin, Selvien, dhe të gjithë mbesat dhe Niprit të cilët do të më mbajnë të gjallë në jetë, ta vazhdoj jetën, nëse kam jetë më tutje. Faleminderes shumë. Le të prehet në paqë dhe në parajs, në lulen e xhenetit. Faleminderes. Të nderuar të pranishëm, i nderuar zotëri kryetar Izet Meqiti, ju faleminderit që jeni mbledhur sonte këtu. Në këtë ditë të vështira për ne, të na ngushëlloni dhe të na jepni në forcë. Jemi duke kaluar shumë ditë të vështira dhe sinqerisht më vjen keq që sot do dal këtu para jush të flas për ndrimin e jetës të bashortit tim, të një babaj të mrekullueshëm, të një artistit të mrekullueshëm me shumë virtyte, të një artisti shumë modest, të një njeriu që mua si Silvie më ka kompletuar, më ka mbështetur, më ka respektuar dhe më ka dashur dhe mbi gjitha më ka falur në djalë si drita. Roeli është vetëm 3 vjet e gjys dhe ai ende nuk e kupton se nuk e ka babain e tij dhe unë nuk e di si do rritet me këtë dhe nuk e di kush do ta tregoj. Por e di se ai është shumë krenar për baban e tij, e ka dashur shumë shpati, është përkushtuar deri në frymën e fundit që Roeli të jetë me gjitha të mira, të rritet me gjitha virtytet. Roeli do jetë shumë krenar
dhe sidomos do jetë krenar bashk kur të shoh se sa prej jush e keni dashur shpatin, sinqerisht ashtu siç duhesh të duhet shpati. I kam thënë shpesh dhe shpatit, shpat, ti je shumë i mirë për këtë jetë, je shumë i sinqert për të botë tonë mizore. Dhe sinqerisht sot ju falenderoj shumë që ju mblodhët të na jepni forcë, të na jepni përkrahje. Shpati të pret në paqe dhe s'do të harrojmë kur. Përsëri ju faleminderit shumë. Të nderuar familjar, miq, artist dhe dashamirës të muzikës. Sot jemi mbledhur këtu për të nderuar jetën dhe veprën e Shpat Kasapit, një artist që la gjuhën të thella në muzikën dhe kulturën shqiptare. Shpati ishte një zë i veçantë dhe artist i madh, i cili solli këngën që u pjesë e jetës sonë, këngë që u këndua në festa, në gëzime, në mall dhe në dashuri. Ai ishte kudo dhe përherë. Shpati kishte një shpirt muzikor autentik, që dalloi e veçoi nga të gjithë tjerët. Në çdo këngë të tij dëgjoj dashuria e thellë për artin, muzikën e publikut, të cilit i dha aq shumë hite. Zëri i tij ishte unik, prandaj ngjall emocione për herë. Shpati i fliste publikut për mesazhet të tij, me një thjeshtësi të rrallë dhe me një stil që identifikonte menjëherë. Ai ishte i dalluar edhe për nga stili edhe për nga tingulli, duke vendosur një prani që nuk mund ta injoroje. Për te artit, Shpati ishte njeri i qeshur, i sjellshëm me i dashur. Energjia e tij pozitive ndihej kudo dhe kujtimet për të mbeten paq të forta sa këngat që la pas. Trashëgimia e tij muzikore është e çmuar dhe do të jetojë gjatë. Këngat e tij do të vazhdojnë të dëgjohen me të njëjtin emocion dhe respekt që ka shoqëruar karrierën e tij. Kontributi i Shpatit është pjesë e kulturës sonë moderne dhe do të mbetet i vlerësuar brez pas brezi. Sot i themi lamtumir me dhimbje, por edhe mirënjohje. E falenderojmë për muzikën, për punën, për dashurinë që dha. E falenderojmë që na la një pasuri të çmuar për të kujtuar dhe për të dëgjuar. Pavarësisht trajtës trupore, arti i Shpatit do të jetojë përherë në mesin ton, ashtu siç do të përkujtojmë gjithmonë këngëtarin ton. Lamtumir Shpat, qofsh në mëshirën e Zotit. Shpirtrat e mirë largohen herët, ndoshta sepse qielli e kupton vlerën më shpejt se toka. Sot bëhen 7 ditë nga lajmi që na tronditi të gjithëve, 7 ditë që unë nuk kam mundur ta shkëpus mendje nga kjo humbje e rëndë që goditi botën muzikore, familjen tënde dhe të gjithë ata që të deshën. 7 ditë që zemra e tetës Gylymser, Selvijes dhe të gjithë familjes sate ri e përvëluar nga dhimbja dhe me ta edhe tonat. Unë dhe ti Shpat ecëm në për shumë rrugë bashk, ishim shok klase. Ishim fëmijë të bekuar me prindër që na mbështetën në ëndrat tona për muzikën. Ishim adoleshent që provuam barën e popularitetit para se ta kuptonim çfarë do të thoshte ajo. Ishim dy të rinj që në betejat nga Shkupi të depërtonim në Prishtinë, Tiranë e kudo që ka shqiptar dhe ja dolëm, Shpat, ti ja dole. Sot kënga jote jehon në çdo qytet, në çdo shtëpi, në çdo zemër ku flitet shqip, sepse ti le shumë pas. Le muzikën që do të mbaj emrin tënd të gjallë për herë. Le buzëqeshjen tënde. Atë buzëqeshje që nuk u largua asnjëherë nga fytyra jote. Le porosin se të jesh i mirë, të jesh i pastër, i qetë, i dashur është vlerë e njerëzimit. Shpat Kasapi, miku ynë, kolegu ynë, ti ishe dhe do të mbetesh pjesë e një brezi të artë. Brezi që solli tingujt e parë të mijëvjeçarit të ri. Do të vinë emra tjerë, do të krijon këngë të reja, por vendi yt, ndikimi yt dhe drita jote nuk do të zëvendësohet më kurrë. Dhe nëse një ditë Roeli vendos të ngjitet në skenë, unë do t'jem aty, premtoj. Do ta mbështes ashtu si dikur që ne mbështetëm njëri tjetrin.
Ky shpremtimi im për ty, kush i qetë shok atje, i buzëqeshur mes engjyve dhe faleminderit që na mësove buzëqeshjen. Faleminderit që na mësove se duhet të duhemi më shumë. Lam të mirë shpat. Faleminderit. Ngushëllime zonja Gjylimsere, ngushëllime Selvie, motër e dashur. Me dhimbje të thellë dhe respekt pa mas, përulemi para kujtimit të Shpatit. Ai ishte shembull i mirësisë, i besës, një shpirt që i ndriçonte çdo ambienti ku shkonte. Shpat Kasapi, që me zërin e tij të ëmbël preku zemrat e mira njerëzve. Kjo jetë është e rëndë, është e vërtet, por kujtimi yt do t'jetoj si një dritë që kur nuk fiket. Të gjithë vim në këtë botë, edhe krejt e kemi nga një mision. Shpat Kasapi na tregoi të gjithëve që edhe me 40 vjet ai e përmbushi këtë mision edhe do të mbetet i paharuar gjithmonë. Ngushëllime familjes, kolegëve, gjithë shqiptarëve kudo që janë, edhe më tej. Shpati na bone pak pa drejt, e këpute zinxhirin, qenis. Ngushëllime familjarëve, ngushëllime gjithë të pranishmëve. Sinqerisht, kur e mora lajmin, mëngjes, sa po i hapa syt, nuk e besova. I thash vajzës, mos e ke gabim se përtalet nga një herë edhe din me shpik lloj thash e thëmë për artist, po fatkeqësisht që e vërtet u trondita, nuk mujta me besu. Shpati një djalë i jashtëzakonshëm, një buzëqeshje që gjithmonë ka bë për vete. Sa herë mi taku në për koncerte, në për mbrëmje ndryshme, pozitiviteti i tij ka bë me harru çdo lodhje, çdo mund që e ke pas, po ne si do të harrojmë Shpatin, Shpirti i tij u preh në paqe, familjes Zoti u dësht forcë, dhe gjithë popullit është e pabesueshme dhe pa diskutueshme se gjitha gazetat e Evropës kanë shkruar për të. Prandaj krenohuni me të se Shpati ka qenë një djalë që nuk di ta përshkruaj me fjalë, rënqethem sinqerisht, po shpirti i tij pas dritë. Faleminderit shumë. Ngushëllime një familjes, ngushëllime zonja Gjylimsere. Një humbje e madhe për të gjithë ne shqiptarët. Shpat, një artist në shpirt, për mbi të gjitha një njeri me zemër të madhe, i dashur për të gjithë ne, i sinqert dhe gjithmonë i buzëqeshur. Kujtimi për ty, valla do t'jetë i përjetshëm. Do të kujtojmë nëpërmjet këngëve të tua, të cilat asnjëherë nuk do të tingëllojnë njësoj pas kësaj që ndodhi tani. Ngushëllime të sinqerta zotës Gjylimsere, për shortës, familjes Kasapi dhe gjithë shqiptare. Lam të mirë, ashtu si më thoshe ti Shpat vllaj. Lam të mirë vllaj. Mërdita gjithëve. Shpati na krejt e njohim si njeri mirë, pozitiv, gjithmonë me buzëqeshje, i mirësjellë me krejt njerëzit, thjesht njeri me shpirt mirë dhe zemër pastër. Edhe unë mendoj që prandaj ai si artist ndriçojke që ditën e parë kur e kena pa në sken krejt na. E mbaj mend ka qenë viti 2002, 2003 besoj. Ishte artist me karizëm, i talentu dhe i veçantë. Edhe unë e di që këngat e tij janë një kujtim i veçantë për secilin prej neve. Do janë dhe besojnë të mbesin për gjithmonë. Unë besoj që këto tre ditë
jemi dëshmitare dhe pam se sa i madh ka qenë respektin ndaj tij, jo vetëm si artist, por edhe si person, si njeri. Se këtë është fama, këtë është kënga, këtë është suksesi, këtë është pasuria, nëse mungon respekti njerëzor. Ju faleminderit shumë. Është një paraqitje më e rëndë për mua në jetë. Kisha përballu çdo sfidë, çdo mikrofon ta them drejtën, po një t'ju përshëndes. Shkuar të nderuar miq, koleg, zotëri kryetar, Izet Megjidi, familja e madhe e Shpatit, nana Gylmsere, Selvia, vlla si vlla Albini dhe motra Johana, dhe gjithë tjerët. Nuk du ta zgjas mirë, po s'kisha forcë edhe të shkruaj tekst për Shpatin, që ta mbaj një fjalim, jala shpirtit, thash, ç'a do m'vija atë do e them. Për momentin me të vërtet dridhem për shkak që asnjëherë nuk kisha mundësi ta shoh si koleg, ta shoh vetëm si shok, po në çdo takim dinte që ta këshilloni njëri. Sigur tani që nuk është me neve, gjithmonë e haroj veten, i mendoj tjerët. Ai kujdeste për tjerët. Nga babi Dibran, nga nana Tetovare, po gjithmonë ka qenë shumë ma shkupian, si thash shumë shkupianë që ishën. A ditë kur e mora këtë lajm, mos e mirësha, themon, e kishte nana ditëlindjen. Nana i cila sa herë që vinte Shpati tene në shtëpi thonte erdhi djalim, se e donte se thon viznon ky djalë është tjetër, e donte shumë. Kur shkova t'ja them, edhe pse s'kisha mundësi t'ja them nanës, për shkak që ka kohë që e ka demencën, ai nuk më ban mens, nuk e harron se ç'a i them. Mirë po, kisha desht të them se do jetoj me këshillat për herë të fundit që tha kujdes për zemrën tënde, për shkak që ke tuper unë, cili ai vetë e harroi zemrën e vet. Mu thaf zemra nëse mden nga zemra edhe nga mendja do njerë. Edhe djalin që e na ka amanet neve du kujdesim të gjithë një nga një. Edhe faleminderit nane mirë që na sjella këtë djalë, që morëm shembull, që na dha edhe një këshill të fundit më të mirën që, sikur që e tha Adriani, asnjë sen nuk është me rëndësi përveç respektit, dhe kur po ndodh ky moment, pastaj është shumë vonë. Unë po i kërkoj falja që e zgjata pak, të lutem të adojmë, të respektojmë njëri tjetrin, ta mbështesim, për shkak që nesër po është shumë vonë, dhe me të vërtet sikur që e them, jeta nuk është vesh, Shpat vlla ma bën halal për çdo sen. Edhe faleminderit që mundsove që t'jem fans juti, për gjithmonë që do t'jem, faleminderit. Të nderuar miq, ju politikan këtu, shumë e dashur Cele, profesoresh, unë kam nëse vlla, ti në Shpatit, e dashur Johana, shumë e dashur Selvie, dhe Albini atje që mbërzitet shumë. Unë nuk isha e përgatitur për të folë, por unë do të them një dy fjalë. Mund të jetosh 100 vjet, po të mos kesh jetuar fare. Dhe Shpati me 40 e veta jetoi 3 fishin e jetës vet. Mbi të gjitha, Shpati si artist, të gjithë e dini, nuk kemi pse flasim për të arriturat e artit. Unë do ndalem në një virtyt që e kishte, që e ka shumë rrallë dikush. Një virtyt që ai nuk dalloi njeri, i bartha për i zi, i kuqa për i verë,
familjar apo jashtë familjes. Dhe shpati ishte shumë njerëzor dhe jo xhelos. I vetmi artist mendoj që e kishte këtë virtyt që kur nuk e xhelozonte të arriturat e kolegëve të vet. Dhe unë si hau, dhe ne si familje dhe ju gjithë si komb, do ta mbajmë mend shpatin me këto virtyte. Zoti është përblef me gjithë të mirat. Unë mendoj se në këtë botë me ferra shumë, ai lindi një lule aq e bukur sa që ferrat nuk e duruan. Dhe prandaj iku. Dhe zogjt vdesin duke fluturuar. Dhe ky jetoi me një shpejtësi, në një zhurmë, dhe u largua nga kjo botë me një qetësi të shkurt. 40 vjet jetoi me zhurmë dhe 5 minutat e fundit i kishte shumë të qeta. Dhe kjo është që duhet respektuar. Faleminderes të gjithëve, ngushëllime të gjithëve. Gjurmëser Zoti sabër të dasht, të rujt që ta kujtojsh gjatë, ta kujtojmë gjatë. Dhe duhet jemi krenar se kë kishim për djalë. Ju dua të gjithëve pikrisht ty.